Marina Aurikum u kthye edhe këtë vit në portën mikpritëse të një prej eventeve më prestigjioze të lundrimit në mesdheun lindor. Në datat 3 dhe 4 korrik, regata ndërkombëtare Brindisi Vlorë solli në brigjet shqiptare 50 varka me vela dhe rreth 600 velist, duke shndruar gjirin e Vlorës në një arenë të sportit, turizmit dhe bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Italisë. E organizuar nga Lega Navale Italiana dhe seksioni i Barit, regata përshkoi rreth 70 milje detare nga Brindisi drejt Vlorës, duke konfirmuar edhe një herë traditën që prej vitesh forcon lidhjet mes Italisë dhe Shqipërisë përmes sportit, turizmit dhe kulturës detare. È una edizione speciale, la 15ª edizione, sono numeri importanti. Është një edicion i veçantë, i 15 në radhë. Janë shifra domethënëse që tregojnë gjithnjë më qartë se sa e rëndësishme është kjo regatë. Këtë vit u regjistruan 47 pjesëmarrës, por era bëri pjesën e saj, pasi edhe era dhe deti friksuan disa ekuipazhe, të cilat u detyruan të tërhiqeshin në nisje. Megjithatë, në fund mbërritën 36 ekuipazhe dhe pati shumë konkurrencë. Ky ishte një edicion i veçantë edhe për kohën që u desh fituesit arrinte në finish pak më shumë se 5 orë. Një rezultat që përbën një ngjarje të rëndësishme. Brindisi Valona, 15ª edizione della regata, la regata del Grande Salento. Brindisi Vlorë, edicioni i 15 i regatës, regata e Grande Salentos, çfarë të them, është diçka e mrekullueshme. Kemi arritur në edicionin e 15 dhe kjo do të thotë se lidhja që është krijuar vazhdon, ekziston dhe ecën përpara. Nuk mund të ketë sport më të bukur se vela për të përfaqësuar miqësinë dhe afërsinë mes këtyre dy brigjeve të detit ton, midis Shqipërisë dhe Italisë, midis Puljas dhe Vlorës. Në mbrëmje u zhvillua ceremonia e ndarjes së çmimeve me velistët që u ngjitën njëri pas tjetrit për të marrë në duar trofet mes duar trokitjesh për spektaklin e dhuruar. I pranishëm në këtë event ishte edhe ministri Gonxha, i cili tha se shumë shpejt mund të ketë edhe një regatë Brindisi Vlorë Sarand. Non solo rispettare la tradizione del Brindisi Valona, Jo vetëm të respektojmë traditën e regatës Brindisi Vlorë duke i afruar edhe më shumë dy brigjet, por edhe të mendojmë për një regatë Brindisi Vlorë Sarand dhe kjo do të ndodhë shumë shpejt. Do t'ju presim me të njëjtin entuziazëm në kushte që së shpejti do t'jem pjesë e një zhvillimi të ri të këtij grupi që punon për këtë marinë. Turizëm, kulturë dhe sport. Këto e thot edhe vetë emri i ministrisë, ndaj nuk ka nevojë për asnjë përkthim. Jemi shumë të lumtur dhe krenar që jemi këtu dhe që jemi bashkë. Pas ndarjes së çmimeve vijoi mbrëmja festive për velistët dhe të ftuarit. Në skenë u ngjitën dy emra të njohur të muzikës shqiptare, Kastriot Tusha dhe Ardian Trebicka, si të ftuar special që interpretuan për sportistët, vizitorët dhe komunitetin e lundrimit. Për Marina Aurikum, aktivitetet të tilla forcojnë pozicionimin e saj si një destinacion që ofron më shumë se peizazh dhe infrastrukturë moderne. Marina Aurikum tashmë është bërë destinacion modern i nautikës shqiptare, duke konfirmuar edhe një herë rolin e saj si qendra pritëse e këtij eventi me rëndësi ndërkombëtare.